Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, sëmundjet kardiovaskulare janë vrasësi kryesor në botë, duke marrë afro 18 milion jetë çdo vit. Sipas një studimi të ri ku agroweb.org mbështet, konsumi të paktën 2 avokadove në javë mund të zvogëlojë rrezikun e një ataku në zemër. Konsumimi i avokadove zvoglon rrezikun e sulmit në zemër, si te burrat ashtu edhe te gratë. Njihuni më poshtë me rezultatet e studimit dhe sasinë që sipas ekspertëve mbron shëndetin tuaj kardiovaskular. Çfarë tregon studimi? Studimi mbi faktorët e rrezikut të sëmundjeve kronike ndoqi më shumë se 100.000 gra dhe burra për 4 vjet. Për të shqyrtuar këtë ndikim, studiuesit zëvendësuan të njëjtën sasi vezësh, kosi, djathi, margarine, gjalpi dhe mishi të përpunuar me avokado, ata vonë re se ndryshimi në shëndet ishte i madh. Në vend të avokadove, ju mund të konsumoni ushqime me një profil ushqyes të ngjashëm, të tilla si arrat, bajamet, ullint, vaj i ullirit, fara si kungulli ose liri, fasule qiqera dhe thjerza. Si të parandaloni sulmet e zemrës? Për të parandaluar sëmundjet e zemrës, mbani në kontroll peshën, presionin e gjakut, kolesterolin. Gjithashtu menaxhoni stresin, kufizoni alkoolin, shmangni duhanin, bëni gjumë të qetë, stërvitje të rregullt dhe ushqihuni shëndetshëm. Yndyrrat e shëndetshme që duhet të konsumoni janë vaji i ullirit, i kikirikut dhe vaji i susamit, së bashku me avokadot, gjalpin e kikirikut, arrorët dhe farat. Shmangni yndyrrat e ngopura dhe yndyrrat trans që rrisin nivelin e LDL-s, të njohur si kolesteroli i keq. Të tilla janë produktet e qumshtit, vezës, gjalpi dhe pjesë yndyrore të viçit, derrit dhe shpendëve me lëkurë. Këto yndyra mund të rrisin rrezikun e sëmundjeve të zemrës, goditjes me tru dhe diabetit të tipit 2. Ato shpesh mund të gjenden edhe tek ushqimet e skuqura apo ëmbëlsirat.